Unë shpresoj se të gjithë do të reflektojmë dhe koalicioni Vlen do të del bashkë në zgjedhjet lokale. Kështu tha kryetari i lëvizjes Besa Bilal Kasami kur u pyet lidhur me takimin e sonshëm që do të kenë liderët e koalicionit Vlen, ku dhe pritet të zgjidhen të gjitha dallimet. Vazhdojmë komunikimin e rregullt që kemi si koalicion. Sot është parapar takimi i radhës ku do të bisedohet apo do të vazhdoj biseda në drejtim të asaj që ka qenë deri tash për të përgatitur për zgjedhjet lokale, ku ashtu siç është ndarë me opinionin ka disa opsione në tavolinë dhe unë besoj që sot përfundimisht do të kemi një vendim si koalicion se si do të shkojmë më tutje dhe unë shpresoj që të gjithë do të reflektojmë dhe koalicioni Vlen edhe në zgjedhjet lokale do të dalë bashkë ashtu si doli në zgjedhjet parlamentare dhe jam i bindur që ky projekt do të vazhdoj edhe më tutje me sukses dhe në zgjedhjet lokale do dalim fitues. Ministri i Shëndetësisë dhe njëri nga liderët e Vlen, Arben Taravari, sot theksoi se beson se do të gjejnë zgjidhje të kapshme për të gjitha partitë brenda Vlenit. Ai tha se janë duke biseduar me partitë me Vlenin dhe se grupet e punës po punojnë për këtë. Jemi duke negociuar, jemi duke biseduar, ka shqetësime, është evidente tashmë çdo kush e shef, po ne do të vazhdojmë, sonte kemi takimin e rregullt përsëri. Kështu që negociatat brenda Vlenit nuk ndalen. Sonte kemi takim të kryetarëve të Vlenit. Besoj se grupet e punës do të vazhdojnë të punojnë edhe do të arrijmë të gjejmë një zgjidhje që do ishte e kapshme për të gjithë me të vetmin qëllim që mos ketë frustrime dhe pakënaqësi nëpër partitë të cilat e përbëjnë Vlenin. Liderët e Vlenit pritet që të mblidhen përsëri sonte për të diskutuar për fatin e koalicionit të tyre, gjithsesi për opsionet me ose pa aleancën për shqiptarët të Arben Taravarit. Ky takim vjen 2 ditë para se të skadon afati i dhënë nga liderët e tjerë për Taravarin, të cilët ditë më parë thanë se çështja duhet të sqarohej brenda javës dhe Taravari duhet të ndajë mendjen, do të vazhdoj bashkëpunimin me Vlenin ose me BDI-n. Krisja mes partnerëve filloi që kur në media u bë e ditur se Taravari ka kërkuar që në zgjedhjet lokale të garohet me lista të ndara të kandidatëve për këshilltar dhe 40% të kandidatëve për kryetar. Liderët e tjerë kundërshtuan këtë opsion dhe përjashtuan nismën për shkrirje në një parti të vetme. Taravari nga ana tjetër kritikoi funksionimin e Vlenit dhe jo efikasitetin në marrjen e vendimeve brenda koalicionit.